thot akuza kundër grave të ndershme, besimtare të pafajshme. Shumë i shohim ne. E sheni motër, e sheni grua, qoftë në internet, qoftë jashtë, fan shpreje, thot kjo është rëspi. Ku bedin dhe Allah? Ku bedin? Tregoj keni vllon Prizren, që kanë dalë çtu me shkip libra për fe, tha shumica tha që kanë ardhur me marr libra, edhe i kemi pyet, gati gjysmë lakuriç. Tu thon 5 vakte e falin. E ti që i thu fan shpreje, fjalë rond, rëspi kësaj. Çush po i thu? A ki dëshmitar? A e din që në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, një grute, një shtëpie, një gruas, kanë hi mashkujt edhe kanë dalë, të huj. Secili prej nesh, kish me thonë, që që kjo të bozina, apo? Kanë ardhur të Omeri radiallahu anhu, 4 persona, 3 persona kanë dëshmu që filani ka bozina, i 4 ju kanë dëshim i ka rrej. A përshë sa që është i rrezikshme? E ti që e ngritë zonën dhe thu filoni ka bozina, a e ki pa? A e din që ja prish jetën të ati personi? Se çështja e ndihshme është çështja e zinos, nuk është hajgore. Ja prish familjen, ja prish rrethin, imazhin, këtë calet ja prish. Allahu ka më marrë me ty, nëse ti shpif ndaj një personi. Edhe a di çush është puna e dëshmisë, me pa organin organ që futet tamam sikur shpata në këllëfin e vet, çashtu duhet me dëshmu, me sytë e tu me pa, edhe pastaj me thonë e kum pa. Ose burri ndaj grus me dëshmu, edhe me bobe. Çush po dëshmon ti? Pastaj edhe një çështje tjetër është. A e dini rastin e Aishës radhiyallahu anha? Çfarë ka bë munafikat? Kur mbet Aisha, edhe shkoi karvani, edhe a di çfarë tha? Nuk tha Aisha ka bë zina vllazni. Tha e pash Aishën dhe filonin. Çfarë munafikat? Në pamjen e jashtme, me bu me qitë ato në gjykat, për shembull, a ka rrajt diçka kjo? S'ka rrajt. E pash, filonin me filonin. Edhe pastaj është për hap, Aisha është, Allahu na rujt, zinaçare. A e din se çfarë tmerri ka përjetu Aisha radhiyallahu anha, sa ditë ka kajt, për shpifjen që e kanë bu për zina? Subhanallah. Derisa ka zbrit ajeti kuranor. Mas zbritjes ajetit kuranor, nëse qosh edhe shpif ndaj Aishës, ti del për fis. Se Allah e ka pastru. Nuk lejohet si pas fes, nëse njoni në gjahiljet, njoni prej vllaznive, ka bo gjunohet mdhaja, edhe o pendu tek Allahu subhanahu wa taala. Ka bo gjunohet mdhaja, o pendu tek Allahu subhanahu wa taala. Ndoshta ka kaj të qumë pjesën e 3 natës, ja, falem për këtë mëkat që e kom bo. Më qut ashti, për me dosh me nënçmu ato, pëse s'po të shkon si pas kokës tonde, logjikës tonde, Allahu subhanahu wa ta'ala s'ta merë shpirtin pa të sprovu me qatë gjuna ty. A disa rrezikshme o kja. Kjo është për ato që ka bu gjuna. Po çush është lafi për ato që s'ka boj shpif? Për ato që ka bo gjuna, Allahu zëvëgjel tek Allahu është shumë e rëndë, sepse ti po e shpalos një gjuna që ajo është pendu, ka kojt për Allahu subhanahu wa ta'ala, me ditë të tëra, ti pja shpalos, Allahu ja ka mbulu, Allahu zëvëgjel nuk ta merë shpirtin pa të sprovu ty. Kjo është e përhapur të mesi muslimanëve. Pse? Kur ta sheh për shembull një person që është i devotshëm, për me dasht me ul, ka pas një të kalume, për shembull 5-16 vjeç, ku e di unë, o dhuzu von, apo edhe tash për me dasht me nënçmu, ja përmend disa prej mëkateve të kaluara që i ka pas. Nëse kthesh ndoshta vaj personi që akuzon mazi, ndoshta ka qenë. Po çka është llafi i shpifjes? Subhanallah. Nëse e bën është çështja e rëndë, e lemo me shpif. Andaj, kini kujdes të shpifja. Kini kujdes të shpifja, sepse ju kthehet mrapsht. Ju kthehet mrapsht dhe çështja është shumë e rrezikshme.